Mund keni dhe që impaktin e luftës kundër regjimit kriminal të Teheranit në çmimin e naftës, por gjëja që vjen me njëherë si rrjedhoj është edhe çmimi i ushqimeve. Kështu që këto dy tema ishin të parashikuara për të diskutuar sot, por në ndërkohë do ta nis nga vendimi i dieshëm i Parlamentit, jo për vendimin në vetvete, por për jehonën tërësisht deformuar që ju dha ati vendimi. Ju me siguri e keni ndjekur vetë të gjithë rrjedhën e ditës, keni ndjekur, besoj, edhe prononcimin tim, që dua ta përsëris, lidhet drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmën tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re në këtë, por natyrisht që materiali në këtë rast është i favorshëm për të torëlisur njerëzit dhe për të fryrë daullen e luftës kundër qeverisë dhe kundër kësaj shumice qeverisë.